Më 15 prill të zgjedhurit e popullit pritet që të betohen si deputet të Kuvendit të Kosovës, kjo pas ftesës së presidentes Vjosa Osmani, e cila thirrri mbledhjen e parë të legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës. Por ani pse është caktuar data e seancës konstitutive, ende nuk dihet se kush do ta formojë qeverinë e Kosovës. E gjithë kjo po ndodh pasi asnjëra nga partitë nuk ka arritur votat e mjaftueshme për të bërë vetë qeverinë, por nga lëvizja vetëvendosje janë shprehur të bindur që një gjë e tillë mund ta bëjnë në 15 prill, ani pse nuk kanë treguar se në cilat vota po llogarisin. Sa i përket zgjedhjeve, krejt çka presim është ta themelojmë shumë shpejt qeverinë e Kosovës në parlament. Fillimisht, parlamenti duhet të konstituitohet. Besoj që e kemi numrat, tha në kryetari i lëvizjes vetëvendosje Glau Konjovca. Madje edhe antari i kësaj partie Agimba Tiri më shprehu 100% i sigurt që kanë votat. Qeveria do të themelohet pas një problem, 100% i kemi votat për të formuar qeverinë, shprehur ai. Batiri kishte deklaruar në media që ka njohuri se 3 deputet të nismës socialdemokrate do mbështesin qeverinë Kurti 3. Televizioni ka kontaktuar me 2 deputetët e zgjedhur të nismës, Gjavahiri Izmakun dhe Arbërisha Krasniqin, por të njëjtat nuk kanë pranuar të flasin rreth kësaj teme, ndërsa partneri i nismës Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është skeptike se vetëvendosje do i bëjë 61 vota. Kryeministri Kurti të dielën është shprehur i bindur që do ta formojë qeverinë gjatë seancës konstitutive. Antarja kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, Albulena Xhiu, përjashtoi mundësinë e bisedimeve me opozitën sa i përket formimit të qeverisë së re. Ajo i tha Kosova Presit të hënën se do të bëjnë përpjekje për të takuar deputetët e zgjedhur, por sipas saj jo ata nga opozita. Besoi se tashmë, pas certifikimit të rezultateve, vazhdon puna për themelimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, gjegjesisht edhe për qeverinë Kurti 3. Ne do të kemi përpjekje të vazhdueshme për të takuar grupe parlamentare, përjashto këto të opozitës, pra me partnerët tanë të koalicionit të cilët edhe jemi, por edhe natyrisht me të tjerë të cilët do i kemi, tha Haxhiu. KQZ-ja certifikoi rezultatet përfundimtare të intern me 27 mars dhe sipas tyre, lëvizja vetëvendosje ka fituar 48 ulse, PDK-ja e dyta me 24 ulse, LDK-ja 20 dhe koalicioni AK nisma 8 ulse. Pra nevojitin koalicione pasi që asnjë parti nuk mund të formojë vetëm qeverinë. Deri më tash, në deklarime publike, lëvizja vetëvendosje ka thënë se do të udhëheqë me qeverinë e re, por që preferojnë të bashkëpunojnë me partitë pakicë jo serbe. Minoritetet jo serbe i kanë 10 deputet, ndërkaq serbëve u takojnë gjithashtu 10 ulse në Kuvendin e Kosovës. Sipas rezultateve, një ulse ka fituar politikani serb dhe ministri në detyrë në qeverinë Kurti 2, Nenad Rashić, dhe 9 ulse do t'i takojnë listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila financohet nga Beogradi. Ditë më parë, presidenti Vjosa Osmani tha se shumë shpejt do të caktohet data për seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Afati ligjor për këtë është 30 ditë.